Greqia është e paralizuar nga protestat e fermerëve, të cilët kanë bllokuar akset kombëtare për vonesat në dhënien e subvencioneve të Bashkimit Evropian pas një skandali korrupsioni. Përmes një njoftimi nga policia kufitare bëhet me dije se edhe aksi Kakavianin në fshatin Kallpaq do të bllokohet duke filluar nga ora 18 deri në orën 21 me orën shqiptare. Policia kufitare e Kakavijës ka njoftuar qytetarë që të marrin masa dhe të planifikojnë oraret e tyre të udhëtimit të vetme të automjetës. Sipas policisë kufitare që do të lejohen të kalojnë, do të jenë vetëm ato që do të kenë emergjenca shëndetësore. Policia kufitare në Kakavi kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe sugjeron planifikimin e udhëtimeve me automjete në oraret e tjera të pjesës së ditës. Fermerët grek, kujtojmë se kanë vendosur të vijojnë protestën deri në 5 dhjetor dhe të mbajnë të bllokuara akse të rëndësishme rrugore, porte dhe pika të ndryshme doganore. Ato janë të vendosur që të vazhdojnë dhe intensifikojnë protestat e tyre nëse kërkesat nuk plotësohen nga qeveria dhe nuk vijon dhënia e subvencioneve të miratuara nga Bashkimi Evropian.